Ermal Feyzullahu flet për Mix Max. Cila ka qenë më e veçanta e tij për këtë vit? Tregon ai. Ermal Feyzullahun e njohim të gjithë, që nga këngët e tij për fëmijë e drejt tek hiti i fundit në bashkëpunim me këngëtarin Gena. Ka eksploruar shumë në zhandre të ndryshme të muzikës dhe me bashkëpunime me artistë të lloj-llojshëm. Këngët e tij bëhen hite shumë shpejt dhe ndëgjohen në çdo kohë. Edhe pse bashkort dhe baba i mirë, ai shpesh mungon në shtëpinë e tij, pasi ka shumë angazhime sa i përket muzikës dhe koncerteve të njëpasnjëshme si në Kosovë ashtu edhe jashtë saj. Këtë javë ai performoi në një nga klubet e natës në Gjilan dhe ne si mik të mirë që e kemi, shfrytzuam rastin të realizojmë një intervistë pak më ndryshe me të cilën ai e pranoi me dëshirë. Pasi që jemi në fund të vitit, patjetër që intervistën e fillua me pyetjen se si e kaloi Ermali vitin 2012 dhe apritet na sjell diçka të re dhe në këto pak ditë të këtij viti që ka mbetur. Edhe ky vit ishte një vit mjaft i suksesshëm për mua. Kam pas një bashkëpunim me Genën, ka dalë një këngë mjaft e suksesshme. Kurse tash për sfundi kam realizuar një këngë të re te Alban Fortuna me tekst të Rozana Radit dhe që ka dalë një klip mjaft i mirë. Duke ju falenderuar edhe Apex Games, cilët e kanë sponsoru këtë klip, edhe për produksionin e tyre të ri, cili ka bërë një punë të mrekullueshme. Dije se një person që është gjithmonë në udhëtime, koncerte dhe mbi të gjitha është familjar, gjithsesi duhet t'i ketë ndodhur diçka interesante gjatë një viti, cilën ngjarje e veçantë Ermali. Ngjarja më interesante e këtij viti ka qenë që isha për herë të parë në Australi. Atje më kanë pritur ca njerëz mjaft të mirë, disa shqiptarë të mrekullueshëm, cilët i falenderoj nga zemra, është zotëri Xhemojli nga Maqedonia, i cili ka lind në Australi dhe bashkë me shokun e tij Blumin më kanë bërë një pritje të mrekullueshme të cilin ua kam bërë të jetën. Falenderoj shumë. Sipas Ermalit, cila ishte kënga që ai e cilëson si hitin e tij më të mirë gjatë vitit 2012? Kënga e cila më dha më shumë sukses këtë vit ishte bashkëpunimi me Genën dhe besoj që kjo kënga e re tani që do dalë do ketë po ashtu të njëjtin sukses. Më ka praktis e shumë më lëndoj. Ishte natë kur më... Po tani që është dhe baba, çka i kujtojnë fëmijët e tij Ermalit dhe si ndihet ai për këtë? Sigurisht që fëmiu të rikujton fëmijërinë edhe të bën të duash prindin edhe më shumë, sepse kanë thonën pa u bo bab nuk e din se çka është e vladi. Kështu që edhe unë sigurisht sa herë shoh ata e kujtoj edhe fëmijërinë time. Pim sonte veç për qefin ton. Ka kohë që këndon, por ai ka shkuar ndonjëherë në mendje të thotë se muzika është kot dhe si e sheh ai muzikën si koncept. Asnjëherë nuk mund të them që muzika është kot, duke u nisur për asaj që e trashëgojmë familjarisht. Do të thotë në familjen tonë muzika ka 50 vjet që na mban dhe mbijetojmë dhe jetojmë prej muzikës. Unë kisha thënë që muzika është diçka e shpirtit, është hobi dhe është një gjë që i relakson, i qetëson dhe i kënaq njerëzit. Po procesin e martesës dhe të qenit baba, si e vlerëson Ermali? Unë mendoj që martesa është një procedurë të cilën do ta kalojnë gjithë njerëzit dhe nuk jam as pak, si thonë, populli pishman. Kam një familje të mrekullueshme, kam 2 fëmijë që i kam
si drita, thash Zoti të kenë jetë, ata dhe gjithë fëmijët e shqiptarëve kudo që janë. Gjithashtu ne gjithë e njohim dhe babain e tij, këngëtarin Sabri Feyzullahu, por si ndihet Ermali kur akoma pas sa vitesh të tjera e thrasin djali Sabriut. Edhe pse thonë Ermali Sabriut është një gjallë plotësisht e drejtë, unë jam djali Sabri Feyzullahut, është krenari për mua, e thash Zoti që t'ja mbroj emrin dhe asnjëherë mos me korrit babën tim. E dim që shpesh në videoklipe dhe paraqitje të tij të ndryshme në publik vrehet se ka probleme me të qenit sa më elegant. Cili është reagimi i tij për këtë? Kjo pyetje me vend edhe është një gjë që po më preokupon mjaft kohët e fundit, po puna e rëndë dhe heja e lig më kanë bërë që unë me ushnosh. Çka mendon Ermali si një këngëtar me një karrierë të bujshme? Për këngëtarët e rinj, a din të këndojnë ata dhe a ka talenta sipas tij? Nuk isha thonë kështu, ka shumë talenta në Kosovë, në Shqipëri, kudo që janë shqiptarët edhe mirë po mundësia për me ju ndihmu është pak më e vogël. Pastaj për ato tjerat se a kanë lidhe ata apo nuk kanë, janë juritë ndryshme profesionalëve të cilat din me i vlerësu dhe juria më me vlerë është publiku. Do thotë publiku e cilëson këngëtarin se aja vlen ai të vazhdoj apo jo. Duke e falënderuar për shqirtësinë e tij që tregoi në këtë intervistë modeste, ne morëm edhe një përshëndetje nga ai. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi të jap intervistë për Zigo TV.